Ndërsa Franca dhe Spanja vijojnë betejën me zjarret masive që kanë detyruar evakuimin e qindra mijëra banorëve, Shqipëria ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në forcat e saj të emergjencave civile nëse një ndihmë e tillë kërkohet. Gjatë një takimi me zjarrfiksi dhe trupat e emergjencave civile në bazën ajrore të Farkës, kryeministri Edi Rama shprehu solidaritetin me kolegët e tyre në Francë dhe Spanjë, duke vlerësuar sakrificën e ekipeve që po përballen me situata ekstreme. Prandaj unë dua që edhe me lejen tuaj nga kjo sallë t'ju përcjell një shprehje të solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet, të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet siç kemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fqinjët tanë kanë qenë në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall. Kreu i qeverisë tha se përballë rritjes së temperaturave dhe shtimit të rrezikut nga zjarret, Shqipëria po përmirëson kapacitetin e saj të ndërhyrjes. Sipas tij, deri në fund të këtij viti, pritet të vinë 3 avion të rinj për shuarjen e zjarreve. Ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti. Gjatë takimit, kryeministri vlerësoi punën e zjarrfiksëve dhe trupave të angazhuar në terren, ndërsa njoftoi se i ka propozuar qeverisë shpërblimin e tyre në një pak ekstra për shkak të angazhimit në përballëmin e situatave të vështira. Unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të njëjtën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Sipas kryeministrit, Shqipëria është sot më e përgatitur se më parë për menaxhimin e emergjencave, por ai kërkoi edhe më shumë kujdes nga qytetarët për të shmangur shkaktarët e zjarrit.